Komisioni për Kulturën dhe Turizmin u përfshi nga debatet për koncertin e reperit amerikan Kanye West në Tiranë. Gjatë raportimit të Ministrit të Turizmit Blendi Gonxha, kryetarja e komisionit, demokratja Ina Zhupa, kërkoi llogari për financimin prej 4.3 milion eurosh nga qeveria për koncertin. Me 4.3 milion euro dhe boshti ishte do bëhet, dhe që i quat me detyrim. Ne nuk funksionojmë siç funksiononi ju, që sa na vjen një kërkesë për dhënë 4.3 milion euro, japim direkt se si janë shit biletat aty. Ministri sqaroi se nëse qeveria nuk do të alokonte fondin, koncerti rrezikonte të mos zhvillohej. Por ai shtoi se eventi ka sjellë fitime nga shitja e biletave dhe turistët. Ishte në rrezik humbja e eventit, dështimi i eventit, anullimi i eventit, për arsye se eventi nuk kishte arritur që të garantonte në 2-3 javët e fundit një ecuri të caktuar në vetë financimin e vetë sa i takonte eventit. Debatet vijuan pasi opozita pretendoi se do të jepen parade për një koncert të Jennifer Lopez në Tiranë, por kjo është mohuar nga ministri Gonxha. Në shtator do të vi Jennifer Lopez. Tani Jenniferit nuk i shiten biletat. Çfarë do bëjmë neve? Do nxjerrim një akt tjetër normativ, t'i japim 5 milion euro dhe Jennifer Lopez si se na prishet imazhi i Shqipërisë. Neve, ndryshe nga Reggio Emilia, që mund të anulloj një event për çështje organizative, nuk e ka anulluar për çështje politike fare. Gjatë mbledhjes, Gonxha u shpreh se 22.000 turistë huaj erdhën në Tiranë vetëm për koncertin e zhvilluar më 11 korrik.